Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur vëllezër e motra. Vazhdojmë me emisionet tona duke u bazuar tek letra e Papa Franceskut e drejtuar të krishterëve në marrë botën e gjithë njerëzve vullnet mirë në vitin e shpresës 2025, në vitin jubilar. E letra titullohet Shpresa nuk zgënjen. Kemi arritur në numrin 21 të letrës dhe në katekezat tona përpiqemi si gjithmonë të marrim ndonjë koncept bazë të secilit numër dhe ta shtjellojmë pak më thellë. E kam lexuar edhe në emisionin paraardhës këtë numër pikërisht për të krijuar lidhjen, sepse aty flitet për disa gjëra që lidhen me këtë emision, ndërto sidomos është koncepti lumturisë që ka të bëjë me jetën e pasosur dhe në fakt Papa Francesku e fillon numrin 21 pikërisht me pyetjen çfarë do të bëhet me ne pas vdekjes. Dhe thash e lexova në atë emision paraardhës për të bërë lidhjen me këtë emision, i cili pastaj do të marrë një real të vetën. Po e lexojmë numrin dhe do ta shohim se sa shumë na shtyn në meditime të dobishme për jetën tonë shpirtërore, të përditshme në kuptimin edhe fizike, do ta shohim se ka lidhje. Po lexojmë. Çfarë pra, vazhdon Papa, do të bëhet me ne pas vdekjes? Me Jezusin, përtej këtij pragu ekziston jeta e pasosur, që qëndron në bashkimin e plot me Hyjin, duke soditur dhe bashkëndar dashurinë e tij të pafund. Atë që jetojmë tani me shpresë, do ta shohim më pas në realitet. Shën Agustini, në lidhje me këtë, shkruante: kur të bashkohem me ty, me krejt veten time, dhimbja dhe pikëllimi nuk do të ekzistojnë më për mua. Jeta ime do të jetë e vërtet, e tëra plot e përplot me ty. E vazhdon Papa, çfarë do ta karakterizoj atëherë këtë plotësi të bashkimit, të qenit i lumtur? Lumturia është thirrja e qenjes njerëzore, një cak që ka të bëjë me të gjithë. Por çfarë është lumturia? E shtjellën më shumë Papa çështjen, dëshirën të shkojnë tek rrania. Dhe jep një përgjigje, çfarë lumturie presim dhe dëshirojmë? Vazhdon me një pyetje tjetër, e tani vazhdon me përgjigjen, jo një gëzim të përkohshëm, një kënaqësi kalimtare që si të arrihet kërkon sërish dhe gjithnjë e më shumë, në një spirale lakmie, në të cilën shpirti njerëzor nuk ngopet kurrë, por është gjithnjë e më i zbrazët. E veçoj këtë koncept të Papës që thot spirale lakmiet, ku shpirti njerëzor nuk ngopet kurrë. Ndje gjithnjë më shumë i zbrazët, sepse këtu do të ndalemi për një pjesë mirë të misionit. Vazhdon Papa, ne kemi nevojë për një lumturi që përmbushet përfundimisht në atë që na plotëson, domethënë në dashuri. Që të mund të themi qysh tani jam i dashur, prandaj ekzistoj, dhe do të ekzistoj përgjithmonë në dashuri, dhe që nuk zgënjen dhe nga e cila asgjë dhe askush nuk do të mund të më ndaj askurr. Të kujtojmë përsëri fjalët e apostullit, thot Papa, e citon këtu Shën Paulin, që thot në letrën drejtuar Romakëve: jam plotësisht i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhshmja, as fuqitë, as forcat e lartësisë, as ato të humnerës dhe asnjë krijesë tjetër nuk do të mund të na ndajë prej dashurisë së Hyjit që na u dëftua në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Gjëja që kam dëshirë këtu të vënë pa është se Papa e fillon këtë numër duke pyet mbi vdekjen e duke dhënë një përgjigje se çana pret pra pas vdekjes, dhe pastaj përfundon duke thënë diçka rreth dashurisë së Hyjit që na është dëftuar në Jezu Krishtin. Dëshiron të kuptoj pak a shumë cila është lumturia që na pret, e përfundon të flas për dashurinë që na është dëftuar nga Hyji në Jezu Krishtin, birin e tij. Ç'lidhje ka pra ajo që do të ndodhë pas vdekjes dhe dashurisë që na është dëftuar në Krishtin? Po, sepse ne do të zhytemi përfundimisht në jetën e pasosur në dashurinë ndërtrinitare, në dashurinë e përjetshme që kanë vetjet hyjnore njëri për tjetrin. E që është kjo dashuri? Për ta thënë shumë thjesht, është dhurim i përjetshëm i vetvetes, ku secila vetje, secili person hyjnor i dhurohet krejtësisht në dashuri personit tjetër.
është një përqafim i amshueshëm dashuriet mes personave hyjnor. Shkrinjen në dashuri pa secili veten e vet të sqaroj mirë, por shkrihen në dashuri të plot njëri për tjetrin. Dhe ne do të zhytemi në këtë mister kaq të madh. Mistikët flasin nganjëherë për këtë mister kaq të bukur që na pret, edhe pse nuk dim të ndalemi në detaje se si do të ndodhin edhe aq më tepër ku do të ndodhin, por e dim se ndodh, edhe e dim se esenca e lumturisë që na pret është të zhytemi në jetën e dashurisë ndërtrinitare. E kjo dashuri ndërtrinitare na është dëftu mi të gjitha në mishërimin, jetën, vdekjen e ngjalljen e Jezu Krishtit. Çka ka dëftu Jezu Krishti? Ka dëftu se dashnia është dhurimi vetvetes, pra atë që ndodh në Trinin Shajtë, prej amshimit e në amshim, Jezu Krishti e ka bërë në jetën e tij të përditshme toksore, gjithmonë në çdo gjest. S'ka mujt të bëjnë ndryshe po ta mendosh, sepse si person hyjnor, ai vetëm dhuronte vetveten në Trinin Shajtë, e në tokë pastaj vazhdonte të dhuronte vetveten. Prandaj do të vazhdonte të dhuronte vetveten deri në fund, në dhurimin e tij ekstrem që ishte dhurimi në kryq. E gjatë jetës së tij, Jezu Krishti ka thënë edhe këtë fjalë: "Ma i lum është ai që jep se ai që merr." Interesant, këtë thënie nuk e gjejmë në Ungjil, por është vetmja fjali e thënë nga Krishti që e gjejmë jo në Ungjil, por tek veprat e apostujve, aty ku Shën Pauli është duke u fol disa pleqjve të Efesit, një bashkësi e krishterë që ai e ka themelu dhe është duke e përshëndet. E aty i citon fjalët e Krishtit këtë fjalë, pra ma i lum është ai që jep se ai që merr. Në Ungjil gjejmë shumë fjalë tjera që shprehin këtë koncept themelor të Krishtit, pra që na nxit të dhurojmë vetveten, të dhurojmë dashuri vazhdimisht, por të dhurojmë në fundit vetveten në dashuri. E Krishti dikun në Ungjillin e Gjonit thotë edhe këtë fjalë: "Nëse kokra e grurit e mbjell në dhë nuk vdes, jetë e vetme, por nëse vdes, jep shumë fryt." Dhurimi total i vetvetes. Nëse nuk dhurojmë vetveten, në një farë mënyrë nuk vdesim. Të dhurosh vetveten nënkupton një vdekje të egoizmit, patjetër. E nganjëherë edhe të trupit, sepse ka njerëz që dhurojnë vetveten kaq shumë sa që konsumohen nga dashuria. Ka shajtër që e tregojnë këtë gjë. Por, duke dhuru vetveten, ne i përngjajmë Trinisë së Shenjtë. E këtu tani na duhet të ndalemi te një koncept shumë i rëndësishëm, sepse parajsa do të jetë pra të marrësh pjesë në këtë dhurim të vetvetes, në këtë dhurim të përjetshëm të personave hyjnor, e ata që dhurojnë vetveten do të kenë pjesë në këtë lumni. Është me vend këtu të sqarohet një detaj interesant. Fjala parajs vjen nga një fjalë greke, paradeisos. E do të thotë kopsht. Është imazhi i të mllënjve të botës së atëhershme, që gjithnjë përreth pallatit të vet, secili prej të mllënjve të saj botë kishte edhe një kopsht shumë të bukur, e nganjëherë edhe shumë të madh. Jo më kot, këtë imazh e gjejmë edhe të përshkrimi i perëndive të popujve pagan. Për shembull, Olimpi në Greqi ishte vendi lart në mal ku rrin perëndit, janë të shkputur nga bota. E prandaj për të përngjaë perëndive të mëdhenj të kësaj bote banin gjithmonë një kopsht. E nga kjo vjen edhe fjala parajs, paradeisos, pra që do thot kopsht, edhe ne do të gëzojmë me Zotin gjithmonë në parajs. Por kujdes, sepse po ta mendosh edhe në Zanafil, aty ku fillon duke fol për lumnin e njerëzve të parë, pra të sapo krijuar para ende në mëkatin e rrjedhshëm, skena paraqitet në kopsht, kopshti e Eden, pra parajsa toksore, që tush kopshti i lumturisë ideale në të cilën njeriu është menduar prej Zotit. Por me një ndryshim që këtu është risia e botës hebraike. Aty është e vërtetë se paraqitet një kopsht i përsosur me të gjitha të mirat, ku njeriu duket se nuk i mungon asgjë. Them duket sepse njeriu gjithmonë i mungon diçka. Nëse i duhet ta ruajë atë kopsht, i mungon konsultimi me Zotin. Kur do ta shkpusin këtë konsultim, këtë ballafaqim,
këtë kërkesë të dritët ndaj Zotit, njeriu do të binë në mëkatin e rrjedhshëm. Por Zoti në Zanafill përshkruhet me disa tipare shumë interesante të pa imagjinueshme për botën greke e për botën pagane. Zoti paraqitet si një punëtor, si një njeri që punon, i cili vetë e krijon qiellin e tokën me forcën e fjalës së tij, por në kapitullin e 2 thuhet kështu, tek rreshtat 4 deri në 5. Atë ditë kur Zoti krijoi qiellin e tokën, para se të mbinte në tokë ndonjë shkurrë fushë, para se të gjelbronte ndonjë bimë toksore, sepse Zoti hy nuk kishte lëshuar ende shijimi i tokën, nuk kishte njerëz që ta punonte tokën. Pra, e kishte në menet vetë Zoti ta krijonte njeriu për ta bërë me punu. Edhe Zoti vetë kishte punu duke kriju, e pjesa pastaj vazhdon duke thënë. Zoti hy e formoi për i pluhurit të tokës njeriu. Zoti punon me durët e veta, si të thush, një vepër që e bën të ndotin durët me baltë, e punon njeriu dhe në përhund i shtiu frymin e jetës, e njeriu bën qenë një gjallë. Pastaj rreshti pasardhës vjen me këto fjalë: Zoti mbolli një kopsh në Eden në lindje e në të e vendoi njeriu. Pra Zoti që vazhdon ai vetë punën e agrikulturës, si të thush, vazhdon të bëjnë edhe bujkun, janis duke mjell pemë të tjera, punon, sikur se ka punu në krijimin e njeriu, vazhdon të punojnë vetë. Edhe njeriu pastaj duhet të vazhdoj këtë punë të Zotit, të punoj e të ruaj kopshtin. Parizi është punë. Parajsa, sipas konceptit hebrejik, do të thotë të jesh gjithmonë prodhues, bashk krijues, jo të rrish në një paqe të çuditshme, ku nuk ke më shqetësime. E citova jo pa dashje, pak më sipër, bota greke për shembull i vendoste hyjnit e veta kryesisht në Olimp, edhe ato ishin larg jashtë shqetësimeve të botës. Çfarë duhet merremi me të vdekshmit e kësaj bote? Bile perëndit vet, të pavdekshme sipas mendësisë greke, kishin edhe një farë xheloziet me njëri tjetrin edhe luftre me njëri tjetrin perëndit për të marrë supremacinë, si të thush, e madje talleshin gati me të vdekshmi që ishin njerëzit, e fillonin e banin edhe akrobacinë nganjëherë në ndërhyrjet e të pushtetshme. Kjo nuk është mendësia hebraike, e patjetër nuk është mendësia e krishterë. Zoti nuk rrin dikun larg, por rrin me ne, rrin me popullin e tij, merret me popullin e tij, e si pasojë njeriu duhet të vazhdojnë veprën e Zotit, e cila është punë. Do të dhurosh vetveten, sepse puna të kërkon të jesh aty edhe të përkushtohesh. Prandaj është me vend që ta theksojmë këtë gjë, sepse do ta shohim se pasojat mund të jenë vërtet katastrofike nëse nuk është e qartë kjo ide se një paqe, si të thush, hipnotizuese që të bën të heqësh vujtje, të heqësh dhimbjet, nuk është në mendsinë e Biblës. Kjo është mendsinë e botës pagane. Dhe si pasojë edhe lumturia, pra, nuk është në mendsinë e botës biblike e as vizionit krishter, dhe nuk duhet të jetë në jetën tonë përditshme. Është paganizmi që merr shpesh herë forma të ndryshme, pra paganizmi kur adhurojmë hyjni të tjera, por edhe nëse nuk adhurojmë asnjë hyjni, adhurojmë disa idhuj ndërthojësa të kësaj bote që dëshirojnë të na propozojnë disa ideale të dëmshme për jetën tonë, sepse nuk përfshin dhurimin e vetvetes brenda. Të mos e harrojmë këtë pikë, se do të na duhet në vazhdimin e asaj që po themi. Ka njerëz që përpiqen ta gjejnë lumturinë tek egoizmi, por gabojnë. Përpiqen ta gjejnë lumturinë tek veset, por gabojnë, sepse nuk arrin. Krijohet ajo spiralja e lakmisë që përmendi Papa Francesku, e citume, që nuk e ngop njeriu kurrë. Edhe të merresh me vlerat që po dalim pak më vonë, njeriu e ka gjithmonë një farë pangopsie në vetvete, sepse jemi krijesa dhe mbet gjithmonë një nevojë për Zotin. Thame, kjo ishte ajo që Adami dhe Eva, prindët e parë sipas Biblës, duhet ta kishin qartë, se pa Zotin humbim edhe atë kopshtin, parajsën, pra për cilën Zoti na ka krijuar këtu në tokë e në përjetësi. Por janë të shumë të veset që tërheqin vëmendjen tonë. Secili prej nesh mund të mendojnë për ndonjë ves të veçantë, o në vetvete, o për rrethiqe, shef se dominon, dhe
ta largojnë. Ne po merremi këtu me disa vese që duket sikur janë fenomene që përsëriten më shumë se të tjerë. Po marrim një, alkooli. Varësia ndaj alkoolit është një ndër problemet që e ndeshim të gjithë, besoj, në shoqërinë ku jetojmë. Edhe e dim shumë mirë se alkooli përveç se të merr mend, të merr edhe paret, të merr edhe ndjenjat, afektet njerëzore, e nganjëherë të merr edhe familjen, të merr edhe shoqërinë e shumë gjëra të tjera në kuptimin të shkatërron. Ka dame të shumë anshme, kur sidomos pra shndrohet në një varësi, me mashtrim shumë të holl të banë për vete dhe njeriu fillon ta humbasin lumturinë që e kërkon, sepse e kërkon një farë lumturie edhe tek alkooli, nuk është njeri i keq kushdo që alkoolizohet, por si ta bindesh se nuk do ta gjejnë aty. Si ta bindesh se duhet ta gjejnë tek disa gjëra të tjera që po përpiqemi t'i rreshtojmë më vonë. Nuk është pak të flasim për alkoolin, sepse sipas statistikave në vitin 2025 në Shqipëri thuhet se vazhdojnë të kenë varësi 1 ndër 4 të rinj, ose të paktën të pinë alkool në masa vërtet shqetësuese. Shqetëson fakti bile se ka filluar të rritet edhe numri i vajzave që e përdorin alkoolin. Në këtë shifër janë marrë në studim sidomos adoleshentët dhe studimet tregojnë se në vitin 2021 konsumi ishte rreth 5% e të rinjve pra e konsumonin, kurse në vitin 2025 ka arrit në 15%. Është 3 fishu e është shqetësuese. Po ta mendosh se në 2025 në krahasim me 2021 ka pas edhe emigracion pak më shumë, ka nik disa të ri, pra shifra është shqetësuese edhe më fort. Ekspertë paralajmërojnë se alkooli në moshë të ri mund krijojnë varësi, gjatë që sjell pasoja thame serioze për shëndetin. Përfshi dame fizike, mendore, emocionale. Pasojat janë jo vetëm fizike, por edhe njohëse, domethënë kognitive, nikojnë te aftësia e njeriu për të kapë gjanat me intuitin e tij, edhe si pasojë kurrëzojnë sjelljen në jetën e përditshme. E mund të ketë përdorimi i vazhdueshëm i alkoolit pasoje të parikthyer. Në lidhje me përdorimin e alkoolit nga vajzat, ekspertë shqetësohen se është vënë re se ka një lidhje mes konsumimit të alkoolit nga vajzat dhe rritjes së rrezikut për kancer të gjirit. Edhe duhet ta mendojnë shumë mirë. Vetë mundësitë që kanceri i gjirit të jetë i pranishëm më shumë tek vajzat është fenomen që shihet edhe i dokumentuar nga shkencëtarët. Kush konsumon alkool nga vajzat ekspozohet edhe më shumë ndaj këtij rrezikut. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, alkooli është shkaktar në nivel global, pra, i 25% të vdekjeve në mesin e të rinjve në marë botën. Prandaj është rendit si një nga faktorët më të mëdhenj të rrezikut për shëndetin e njeriut. Droga, shumë e përhapur edhe në Shqipëri, edhe ka varësi vërtet të mëdha edhe ndaj saj. Është vesi i dytë që mund ta marrim konsiderat. Ja vlen ta marrim konsiderat sepse ka studime që tregojnë se për shembull në vitin 2017 rezultonin 40.000 përdorues droge në Shqipëri, ku rreth 550 për tyre ndiqeshin nga ekspert për të mposhtë varësinë që kishin krijuar ndaj drogave. Kryesisht përdorej marijuana, me që kushton më pak, por pas saj edhe kokaina, pak më rrezikshme. Në Shqipëri, për shembull, në vitin 2017, marijuana për 1 gram e kushtonte $5. Në Malë të Zi e njëjta sasi $26. Në Shqipëri pra kushton më lirë. Imagjinoni se çfarë tregut ka edhe jashtë Shqipërisë. E prandaj kështu e kuptojmë edhe pse në Shqipëri ka këtë famë kaq të madhe Shqipëria për mjedhjen e rranjve të drogave të ndryshme, pra sepse i shesin jashtë shtetit. Në vitet në vijim, numri i përdoruesve të drogave ashtu e ka prek edhe minorent, 9-18 vjeç pra. Në vitin 2015, 7% të rinjve pohonin se e kishin marrë të paktën një herë kanabisin. Por në 2022-shin, shifra shkoi në 11% e tyre, pra në rritje.
Kështu, në një statistikë të vitit 2023, numri i përdoruesve të drogave në Shqipëri ka arrit në 70.000 veta. Nëse në 2017 për ta përmbledhur pra ishte 40.000, në 2023 është 70.000. E kjo është shqetësuese. Janë statistikat që na ndihmojnë me kuptu se nuk po flasim kështu, dëshirojmë të flasim për lumturinë, edhe kush i kundër vihet lumturisë janë veset, rreshtuam pak alkoolin, pak drogën, dhe shohim se të flasim për këtë tema prek shumë njerëz. Dhe ajo gjë që ne duhet ta mendojmë mirë është se janë të prekur nga drogat edhe fëmijët e shkollave minorent që kanë zhvilluar edhe një farë varësie. Janë vënë re sidomos shkollat e mesme, por edhe fëmijë nën 14 vjeç. Prandaj duhet të kenë shumë kujdes. Në nivel global pastaj thuhet se ato që përdorin narkotikë të ndryshëm janë rreth 300 milion veta. Dhe çdo vit vdesin rreth 500.000 njerëz vetëm nga mbi doza të ndryshme. Pse i thash të gjana? Sepse gabimi që mund të bëhet në shumë familje është që të mos flasin asnjëherë për këto gjana. Shumë prindë janë kaq të marrën pas punëve me të drejtë, saqë të paktën kur janë në tavolinë në mramjet, nëse arrin të mblidhen gjithë bashkë ose në momente të ndryshme, nuk flasin kurrë për këto gjana. Është mirë të flasin, është mirë të thonë fjalën, ta nxjerrin nga goja, të thonë fëmijëve keni kujdes. Edhe ashtu e fëmia rrezikon mos me të dëgju, por është mirë të flasin për dëmet e ndryshme. Droga ka një fuqi të jashtëzakonshme, pastaj varet lloji drogës, por pak a shumë të gjitha aty shkojnë të djegin neuronet. Edhe nuk është më shqetësim që mund të krijojnë alkooli, përdorimi i tepërt i duhanit, ku diun, ose ndonjë ushqim i dëmshëm, por shqetësim që mund të riparohet, mund të saldohet prap, mund thosh, por kur digjet një herë nuk mund të lidhet më, nuk bëhet më lidhja. E nëse këto neurone digjen njëri pas tjetrit e në masë të madhe, atëherë mund të jetë tepër vonë. Prandaj është mirë të flasin prind, është mirë të ruajnë fëmijët e tyre. Të mos e teprojnë me idenë se duhet të lini të lirë, të bëjnë aventura. E pak aventura mund të kuptohen, por duhet ta dinë se është pak e rrezikshme nëse bëjnë aventura të tilla me droga, se nuk kthehen më pas pasojat. E këtu patjetër bashkëpunimi me mësuest, bashkëpunimi me faktorë të ndryshëm për atë formimit fëmijëve, edhe kisha vetë, meshtari, motrat, katekistët, është mirë që të flasin për këto gjëra edhe të kenë syt e hapur që të kenë pak miqësirje, mos i përdorin fëmijët. Një problem tjetër, një vesh tjetër që mund ta marrim në konsideratë edhe ja vlen as më tepër në kohët e sotme, është përhapja e madhe e imazheve të papastra që qarkullojnë në internet, që ndryshe njihen si pornografia. Është një fenomen jo pak shqetësues. Edhe kisha dashur që të mos bëjmë gjoja si të turpshëm tani që po flasim për to, sepse ka pasoja të paktueshme, sidomos të rritunit, ndoshta nuk arrin as ta imagjinojnë sa lehtë është të ketë akses njëri sot në shikimin e këtyre imazheve, e këtyre fotove, videove. Dhe nuk e din se ato mund të krijojnë një varësi të vërtetë. Dhe mund të jetë shumë e dëmshme, po përpiqemi të rreshtojmë pak dëmet që mund të krijojnë, por po themi këtë gjë. Është vënë re nga studimet se sidomos meshkujt e kërkojnë pornografinë më shumë për të kërkuar kënaqësinë seksuale, por disa studime kanë treguar se një sër motivesh tjera nxisin në këtë aspekt. Jo vetëm meshkujt, thamë edhe femrat, por me sa duket sipas studimeve janë më shumë meshkujt. Dhe arsyet e tjera që gjatë intervistave tjera anonime që mund të kenë marrë, pra mund të jetë për shembull dëshira për të mush pak vetmin në atë formë, o për të shmang mërzin, për të shmang ndonjë ankth, të shmangin disa emocione tjera negative, edhe shkojnë e gjajnë strehim tek pornografia. Nganjëherë është edhe kurreshtja. Patjetër ka mirëkuptimin e vet në këtë pikë, por me kujdes është mirë të mos abuzohet edhe me këtë fjalën mirëkuptim, sepse ka pasojë dëmshme, janë shumë dinak, pastaj industria e pornografisë janë vërtet njerëz shumë dinak që studiojnë pikat e dobta të karakterit njerëzor, sidomos të rinjve, për të bërë lek, por pasojat mund të jenë të mëdha. Kështu është edhe me drogën, alkoolin e gjitha, por edhe në këtë rast që po flasim. Edhe kurreshtja, thamë, ka një farë kurreshtje të mirëkuptueshme, por edhe kurreshtja mund të jetë shtysa për të zhvilluar një varësi. Ekspertët thonë se duhet tregu shumë kujdes në këtë aspekt.
Për shembull, lehtësimi i përkohshëm dhe kimikatet që përdoren për pas një farë qetësie, aty i provokon shikimi këtyre imazheve, pra që të lëshojnë dopaminën truri dhe mund të bëhet varësi kërkimi i dopaminës, pra që kënaqësisë që vjen natyrshëm nga këto sensorë të brendshëm. Edhe studiusit thonë diçka që është shumë të me thanë se për të amyll gojën aty në që thonë jo, po ç'ke që ka. Se kur përpiqen psikologët, psikiatrit të trajtojnë varësinë ndaj pornografisë, kanë të njëjtat mekanizme me ilaçe, me strategji psikoterapeutike, të njëjtat strategji që përdoren në varësinë ndaj alkoolit e ndaj drogës. Pra, kujdes, nuk është aq e natyrshme. Mes damëve të ndryshme mund të rreshtojmë këto në vlerësim i trupit, në vlerësim i dhurimit të trupit. Nuk ka ma kur farë dhurimit, kënaqësia bëhet zot, bëhet idhull. E pastaj dhunohet imagjinata, thonë ekspert. Janë gjitha dhëna që gjenden pra nga ekspert që i bajnë të studime. Heq dëshirën e dhurimit trupit, nuk e dhuron ma trupin, por thjesht shun një dëshirë virtualisht. Heq konceptin e pasurisë që ka seksualiteti njerëzor. Nuk duhet të shkëputet nga jeta seksualiteti njerëzor, e ta marrësh si rast për të nxjerrë një farë kënaqësie, por do të futet që pjesë e paketës së jetës, përndryshe rrezikon të kthehet kundër. Është që thosh ta provoj një herë ta shoh çfarë do të thotë të pusësh një dorë, por pastaj a mund ta kthesh më pas. Edhe kështu ta provoj të shoh se si është kjo lloj jete të shturën, e pastaj jeta nuk do të ketë kur farë pasojesh. Mund krijojnë në lëshimin pas aventurave, pastaj edhe në jetën bashkëshortore, jashtë martesore, para se shkojnë martesë, por edhe gjatë martesë, kujdes, ndikojnë jo vetëm në shikimin, në pamjen, por ndikojnë edhe në konceptin shpirtëror të jetës, edhe filozofinë e jetës. Prandaj ndikon edhe të pastros shikimin, nuk e ke ma shikimin njësoj të pastër, thonë ekspert, edhe duhet të kenë kujdes këto njerëz gati të patkeq, të dinë se pas tyre industrive të mëdha që ndrojnë njerëz që fitojnë shumë marramend se paresh dhe shiten si bamirësit e njerëzimit. Por, pyetja që duhet t'i bajnë vetës dikush që ka zhvilluar varësi nga pornografia është kjo. Jo të thonë sa kënaqësi kërkoj në jetë, por sa dashuri realisht dhuroj në jetë. Jo sa kënaqësi kërkoj, por sa dashuri dhuroj. E dalim prapë tek dhurimi i vetvetes. Kam dëshirë ta citoj edhe një herë atë që thoshte Papa Francesku, sepse duke përmbledh këto vese që përmenda, e të gjitha tjera që mund t'i përmbledhni ju vetë, janë të gjitha me të njëjtat pak a shumë mekanizma, pastaj ka edhe vese tjera, por kam dëshirë të citoj edhe këtu fjalët e Papa Francesku. Lumturia nuk është pra një gëzim i përkohshëm, një kënaqësi kalimtare, që si të arrit kërkon sërish dhe gjithnjë më shumë në një spirale lakmie në të cilin shpirti njerëzor nuk ngopet kurrë, por është gjithnjë e majzbrazët. Pse nesh gjithnjë e majzbrazët? Arsyeja është kjo, po kërkon lumturinë në vendin e gabuar. E duhet thënë se jo më pak urgjente janë edhe disa kërkime tjera që përpiqemi të bëjmë lumturisë. E përmenda pak çështjen e dopaminës, që lëshon truri, pra kur kemi ndonjë farë kënaqësie të brendshme, dhe është mirë të dimë se dopamina është e mirë, është e dobishme, por jo gjithmonë, pra kjo substancë që kimike që lëshon truri, pra që quhet edhe neuropërques, ajo në fakt shërben për të përquar sinjale, thonë studiusit, në mes qelizave nervore dhe është e përfshirë në shumë funksione të rëndësishme, që është lëvizja, motivimi, kënaqësia, për gjëra të ndryshme, edhe kur njeriu ushqehet, edhe rregullimi i humorit është e rëndësishme, por kujdes sepse nëse rendim tepër pas saj, mund të na bëhet varësi. Studiusit thonë se kur bën diçka që të pëlqen, për shembull, citova me hangër diçka të ushqehesh, sporti, ose edhe thjesht kur merr një lavdrim, thonë, truri e lëshon dopaminën, duke dhënë këtë kënaqësi. Por pikërisht këtu mund të futen disa mekanizma varësie. Për shembull, kur përdorin teknologjinë, celularin, dhe është një fenomen në të cilin mund të kenë rast shumë viktima dhe
secili prej nesh ndoshta, dhe kur marrim njoftime të ndryshme ose video që na pëlqejnë, atëherë truri e lëshon këtë dopamin dhe ban të njihesh i kënaqur e vazhdon të ndjekesh atë që të ofrohet. Interesant, shkencëtarët, pra ato që kanë shpikë edhe smartphone këto, pra celularët inteligjent, kanë shpikë edhe algoritmin. Algoritmi pra ti shef për shembull një video, po flas kot që të pëlqen sporti, o ku diun, diçka tjetër mi gjithësinë o mi natyrën, edhe aty e vjen re, nuk e di, janë programe automatike që nisen, kuptohet se ty të pëlqejnë këto lloj videosh dhe të ofron vazhdimisht atë lloj video. E ne mund të themi se është një shërbim. Jo, po përdorin këtë hile, mund të themi që ne ja bëjmë vetes, është ekonomi tregut për to. Por ne nëse zhvillojmë varësi mund të jenë dëmshme. Ne kërkojmë dopamin, gjëra që na pëlqejnë dhe mbetemi aty. Kujdes, ne nganjëherë e dim çfarë duam, por nuk e dim ç'a na duhet. Dhe na pëlqen diçka, por mund na bëjnë edhe dëm. Prandaj Zoti thonë nuk t'jep gjithmonë ç'a don, por ç'a duhet. Është dëmshme kur algoritmi në smartphone të ndryshme të jep ç'a dush ti, por mund të jetë me pasoja varësie. Edhe adrenalina që e kërkojmë nganjëherë në aktivitetet tona, sidomos të rinj, mund të jetë rrezikshme. Jam duke theksu këto gjëra sepse shkojnë në jetë të shumë të rinjve që kërkojnë pak adrenalinë. Adrenalina është një hormon që lëshohet nga disa gjendra të trupit kur ke ndonjë rrezik. Edhe si të thush, e përgatit trupin me reagu shpejt. Është përgjigja, thonë ekspert, e luftës dhe e ikjes. Pra kur sulmon një qen, ky hormon të thot vrapo, ik, dhe shtohen rrahjet e zemrës, zgjerohen rrugët e frymëmarrjes, shtohet fluksi i gjakut në muskuj për ta mundësu pra trupin të ikin, të shpëtojnë. Janë sisteme mbrojtëse që vetë i trashëgojmë nga lashtësia e i kemi bashkë edhe me shumë gjallësa tjera. Por të kërkosh gjithmonë vetëm adrenalin mund të jetë rrezikshme. Njëri që futet me motor me shpejtësi maramance në një kryqëzim, hajtë se ndoshta nuk po mnull gjë, por sa bukur ishte se ndjej pak adrenalin, e nëse ndoll diçka, mund të ndollin edhe nëse futesh avash në kryqëzim, por pse duhet kërkosh se zban adrenalinin? Pra varësia ndaj saj mund të jetë me rrezik dhe të fik trurin, të fik anën kognitive, pra inteligjencën. E shikoni, u nisëm nga ajo që nuk është lumturi, sepse e thamë se Krishti na ka mësu se lumturia është dhurimi i vetvetes. Pra, e kemi më të lehtë të themi se çfarë nuk është lumturi, pra të gjitha gjërat që nuk kanë kurrë farë dhurimi të vetvetes brenda. Mund të ketë një farë dhurimi të vetvetes edhe ndonjë gjë për tyne që thamë, edhe veset që thamë, edhe ku diun, veset që zhvillojmë, por një farë dhurimit mund të jetë gjithkund. Njeriu e ka një farë dashurie në shumë gjëra që bën, pothuajse gjithçka, por do të ketë pak kujdes sepse do të ketë si stil jete dhurimin e vetvetes. Mirë, po ku mund ta gjejmë ne dhurimin e vetvetes? Si mund t'i gjejmë kriteret e duhuna për të pa nëse jetën tonë po e orientojmë ka dhurimi vetvetes apo ka kërkimi i kënaqësive egoiste e kalimtare? Interesant se si Koncili i dytë i Vatikanit në Gaudium et Spes flet për një koncept shumë interesant. Te numri 16 flet për dinjitetin e ndërgjegjes morale. Unë besoj se një kriter fillestar është të dëgjojmë zërin e ndërgjegjes tonë. Pra ndërgjegja gjithmonë na ndihmon të kuptojmë se si të gjejmë strategji për ta orientuar jetën tonë ka dhurimi vetvetes, ka kërkimi lumturisë në dhurimin e vetvetes, jo në kërkimin e kënaqësisë egoiste. E aq më tepër të ruhemi nga dëmtimi i tjerëve. Thot numri që thash, pra numri 16 i Gaudium et Spes, janë fjalë shumë të bukura, të një urtije vërtet rrallë që mund të meritonin një emision të tanë vetëm këto fjalë, por po i lexojmë, po i theksojmë ndonjërin prej tyre, por janë shumë të bukura dhe mund na ndihmojnë në meditimin tonë. Thot pra koncili, në thellësinë e ndërgjegjes së tij, njeriu zbulon se ka një ligj, të cilin ai nuk ja ka lënë vetes, por të cilit i duhet t'i bindet. E mrekullueshme. Ne zbulojmë
si ai fëmia që zbulon se ka zërin, për shembull, që zbulon se mund të shikojnë, që zbulon se mund të ecin, adoleshentë që fillon të zbulojnë trupin, që zbulon botën, e me radhë. Ne mund të zbulojmë se kemi edhe një zat ndërgjegjës, shumë e bukur. Madje jo vetëm kaq, por zbulojmë se është më i fortë se na dhe na duhet t'i bindemi. Ky zë që e thret, vazhdon Koncili, gjithnjë për të dashur, pra ky zë na shtyn për dasht, për të bërë të mirën dhe për të ikur të keqes, në qastin e përshtatshëm je hon në thellësitë e zemrës, bëj këtë, shmang këtë tjetrën. Vazhdon Koncili, njeriu ka në të vërtetë një ligj që është i shkruar prej vetë hyjit, brenda zemrës së tij. Bindja ndaj këtij ligji përbën vetë dinjitetin e njeriut, dhe sipas tij ai do të jetë gjykuar një ditë. Shumë e bukur. Pra, është një ligj që gjendet aty dhe t'i bindet atij ligjit është dinjiteti i njeriut. Immanuel Kant, një filozof shumë i madh, ka thënë: dy gjëra më mrekullojnë, yjësia sipër meje dhe ligji moral brenda meje. E Koncili i Dytë i Vatikanit i jep emrin këtij zërit. Thot, ndërgjegja është qendra më e fshehtë e shenjtërorës së njeriut, aty ku ai gjendet vetëm për vetëm me hyjin, zëri të cilit jehon në thellësi. Ky ligj moral që e quhen Immanuel Kant, ky zë i brendshëm që mund ta quajmë ne, Koncili thot, është zëri i hyjit që jehon në thellësinë e ndërgjegjës tonë. Përmes ndërgjegjes njeriu i bëhet i ditur në mënyrë të shkëlqyer ai ligj që e gjen plotësinë e vet në dashurinë ndaj hyjit dhe ndaj të afërmit. Shtyn me dash Zotin, shtyn me dash tjetrin, ky ligj, e kështu si pasojë shtyn me dash edhe veten në formën më të bukur. Vazhdon Koncili, në besnikëri ndaj ndërgjegjes, të krishterët bashkohen me njerëzit e tjerë për të kërkuar të vërtetën dhe për zgjidhur sipas të vërtetës probleme të shumta morale që dalin qoftë në jetën vetjake ashtu edhe në atë shoqërore. Ne të krishterët për shembull përpiqemi të kthejmë tjerët ka Krishti. Shumë mirë bëjmë, por ngadalë ne duhet sidomos mi gjitha pikësparit të përpiqemi që t'i bëjmë njerëzit të dëgjojnë ndërgjegjen e tyre, sepse kanë për ta vurë re se e kanë Zotin afër, Shpirti i Zotit punon në ndërgjegjen e tyre. E aty është pika ku ne mund të trajtojmë shumë çështje, edhe nëse nuk janë të krishterë. Mund të trajtojmë shumë çështje ku e shohim se bashkohemi, sepse është e njëjti zë i Zotit. Prandaj, tek Krishti do të gjejnë plotësinë e zërit të Zotit, sepse edhe ndërgjegja po e shohim ka pastaj vështirësitë veta për ta dalluar zërin e Zotit kur mushet me informacione të gabuara. Por pika kryesore është kjo që përpiqet thot Koncili. Ne duhet t'i ftojmë njerëzit që dëgjojnë realisht zërin e ndërgjegjes. Kemi besim tek puna që Shpirti i Zotit bën, pavarësisht nëse janë apo jo të krishterë. E dyta, sa ma shumë pra merr përparësi vazhdon Koncili ndërgjegja e drejtë, aq ma shumë njerëzit dhe grupet e ndryshme largohen nga gjykimi i verbër dhe përpiqen të përshtaten me norma objektive të moralit dhe pikat e moralit e gjejnë forcën e tyre, aftësinë e tyre, shoqëritjen e duhur në bazë të dëgjimit të zërit ndërgjegjes. Pra, vazhdon Koncili, megjithatë, ndodh jo rrallë që ndërgjegja të jetë e gabueshme për pa dituri të pamposhtur, pra s'kan fajt disa se nuk i dëgjojnë në disa pika zërin e ndërgjegjes. Edhe pse as atëherë nuk e humb dinjitetin e vet, thot Koncili. As atëherë ata njerëz nuk e humbin dinjitetin e ndërgjegjes tyre. Por kjo gjë nuk mund të thuhet për atë njerëz që kujdeset shumë pak në kërkimin e së vërtetës dhe të smirës, dhe kur ndërgjegja bëhet pothuajse e verbër nga qemkati, është bërë si zakon. Pra kur ti vërtet nuk dëshiron ta çash krytin për ta dëgjuar ndërgjegjen e ta formosh ndërgjegjen, kjo nuk të falet. Kjo është gabim. Nuk mund të thush që s'ke faj. Dinjiteti nuk e humb asnjëherë ndërgjegja jote, por ke fajet tuaja nëse vërtet thu nuk e çaj kryt se më vret ndërgjegja. Ka një arsye pse të vret ndërgjegja, është zëri i Zotit. E ti ke detyrë të ndalesh e të mendosh pak. Pra, duke ndjek ndërgjegjen, ne thurim një rrjet vlerash. Kjo fjala rrjet më pëlqen, sepse nganjëherë ne njerëzit do të mësojmë nga natyra, në këtë rast nga Marimanga. Marimanga e çaban. Instinktivisht, që Selin, ajo fillon të ndërtoj rrjetën e saj, për cilën është e famshme, e ndërton rrjetën. Por Marimanga nuk e din se aty do të vinë miza, pastaj mushkonja, ku e di, pra për të mbet në rrjetën e saj. Ajo vazhdon, ja nis punë saj, instinktivisht, ndërton rrjetën e saj. Pastaj ndodh që vjen miza, ajo ushqehet e vazhdon të jetojnë. Kështu duhet bëjmë edhe ne njerëzit. Instinktivisht, pra,
që instinktivisht nuk është fjalë saktë, pra duke dëgjuar ndërgjegjen në thellësinë tonë, pra zërin e ndërgjegjes që është zëri i Zotit, por duke dëgjuar pra e duke u bind zërit të ndërgjegjes së pastër, pa hile, pa egoizëm, me dashuri vetë flijuese e vetë mohuese, me dhurimin e vetvetes, ne fillojmë ndërtojmë një rrjet vlerash për rreth nesh. E pastaj Zoti do të dallohet makollaj aty. Nëse ne refuzojmë të ndërtojmë një rrjet vlerash, pastaj do të futemi në kriza kota, edhe nëse thojmë ku është Zoti, pse Zoti s'ban këtë, normal, sepse nuk po ndërtojmë rrjetën e vlerave, e do ta kemi shumë më të vështirë ta shohim dorën e Zotit. Ndërtoj rrjetën e vlerave, e ti Zotin do ta shohësh se ke aty. Është pas derës, si të thosh, por thjesht ti nuk e ke vënë re. Kështu kuptojmë një fjalë shumë të bukur që thot Shën Pali në letrën drejtuar Filipianëve, te kapitulli 4, rreshtat 8-9. Vërtet i mrekullueshëm Shën Pali në këto rreshta. Sigurisht në shumë rreshta të tjerë, por tani e kuptojmë bukurinë e këtyre që po lexojmë. Vëllezër, u thot krishterëve, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë, gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për lavdi, gjithçka është virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar e parë në mua të bani, dhe hyj që paqen do të jetë me ju. Ndërto rrjetin e këtyre vlerave të vërtetën, gjërat e ndershme, gjërat e drejta, gjërat e pastra, shenjta, të denja për dashni, e Zotin ke me e pasur se është aty, thot, është me ty. Te libri Imitimi i Krishtit thuhet kjo thënie shumë e bukur. Përpiqu me të gjitha mundësitë tua dhe hyj do të mbështes vullnetin tënd të mirë. Veçojmë këtë, Shën Pali në të parën për këtyre vlerave që përbëjnë rrjetën që duhet ndërtojmë secili, rreshton të vërtetën. Ne duhet ta kërkojmë të vërtetën. Thoshte shenjtja Edith Stein, thoshte kush kërkon të vërtetën ai kërkon Krishtin edhe kur nuk e din. Në shekullin e dytë pas Krishtit, pra, Shën Justini martir fliste për farzat e fjalës, e ka fjalën pra farzat e fjalës, si farzat e vogla të fjalës, fjala është Krishti, dhe thoshte ai cillte konceptin kanë ekzistuar thoshte krishterë edhe para Krishtit. Çfarë do të thotë? Pra fjala është Krishti, pra ai ka mbjellë të vërteta aty këtu në për njerëzimin, kudo që ka gjetë njerëz të gatshëm që ta pranojnë të vërtetën, dhe ka mbjellë, ka pas krishterë edhe para Krishtit, thoshte në këtë imazh që u përpiqte të shpjegonte idenë që do të thoshte. Pra, kush ka kërkuar të vërtetën, ka kërkuar Krishtin. Ndër filozofët e lashësisë greke, më të preferuar ishte Aristoteli për të krishterët parë, po pastaj edhe më vonë. Dhe ndokush me drejt ka thënë për shembull Aristoteli që ka jetuar në shekullin e 4 para Krishtit, nëse do ta kishte taku Krishtin, Aristoteli me siguri fill do të ishte bë dishepull i tij. Ka shumë ky njeri kërkonte të vërtetën me arsyeën e tij. Edhe në Krishtin ai do të kishte gjetë të gjitha përgjigjet e kërkimit të tij. Pra, të kërkojmë maksimumin e vërtetës, të kërkojmë të kemi njerëz më inteligjent e më të mirë se ne përreth vetes. Nëse jemi në një grup ku na duket vetja më të mëshme te atij grup, ka shumë mundësi që kemi zgjatë grupin e gabuar për të kaluar jetën. Nuk duhet të konsiderojmë gjithmonë më të mëshmit. Nëse pastaj rezulton se nuk janë edhe aq mëshëm, përfundojmë të bëjmë edhe ne si ata. Prandaj të gjejmë një shoqëri që na ndihmon të jemi, qoftë për ka zhvillim inteligjencë, por edhe qoftë për ka kërkimi vlera morale, të jemi më të mirë. Gjeje shokun më të mirë se veten, thot populli me shumë urti, e kështu ja kuptojmë bekimin. Pra, sepse ballafaqohemi me to, me njerëz që vërtet duan të jenë të mirë, të drejtë, të vërtetë e tjerë, e të shenjtë në rastin e krishterëve, pra. Nevoja për bashkësinë kishtare, kemi nevojë për bashkësinë kishtare, kemi nevojë të shkojmë për të bërë katekizëm. Fëmija kanë nevojë të formohen, jo i formojnë edhe pikë. Ti i formon, është shumë e rëndësishme, patjetër e rëndësishme, por ka nevojë edhe për bashkësinë. Kemi nevojë të shkojmë në liturgji, në meshmi, gjitha, kemi nevojë për grupe, secili ka pastaj për shpirtëri të ndryshme. Mi të gjitha, edhe këtu e them pa ndyshje, familja është vendi ku njeriu zhvillon kërkimin më të përsosur të vlerave. Aty njeriu e edukon ndërgjegjen. Për mas Zotit është familja. Pse tham këtë gjë? Sepse familja është në kohën e sotme sulmu në mënyrë shumë të pamëshirshme. Gati dojnë me zhduk familjen. Ligji i divorcit, por një farë lirie e çuditshme që jepet ndash ndërto, ndash mos ndërto familje. Në kish nuk ekziston ky koncept.
o i kushtohesh Zotit, po flas për veten këtë rast, për shumë kushtum tjerë, ose i kushtohesh Zotit, pra në jetën meshtarake rregulltare, si në rastin tim, por ose i kushtohesh në familje. Nuk ekziston një liri kështu. Du me bëj çfarë du. Është shumë e rrezikshme. Dhe mund përballohet se nuk mund të gjykojmë, nuk mund t'i fusim gjithë në jetesë, ka motive, por nuk është e këshillueshme, është shumë e dëmshme. Dhe në familje, edhe ata që nuk martohen e kanë një farë familje, e duhet të jenë të bashkuar me familje, sepse secili ka një farë familje. Por tash ideologjitë ndryshme përpiqen ta sulmojnë familjen për këtë arsye. Edhe ju ftoj që t'jeni të vëmendshëm, sepse është shumë e rëndësishme. E para, sepse në familje lind jeta. Pse promovohet aborti? Pse promovohen eutanazia? Pse promovohen këto, anto, edhe sepse luftrat e kollajt, andaj sepse nuk e dojnë jetën ata që i promovojnë. Familja don jetën, Zoti e don jetën. Edhe ku ka jetë gjithmonë çdo fëmijë që vjen në këtë botë, prindëve thojnë na fali Zoti, sepse është instinktive, është zëri energjetës në fund të shpirtit që jehon me gjithë fuqinë e vet kur lind një jetë e re në këtë botë. Gëzohet gjithë parrinzi sepse u shtu një kandidat për parrinz. Motivi që mund të thojmë edhe teologjik, por është jeta, familja lind jetën. Është bekim çdo jetë që lind. E para. E dyta, ideologjitë e ndryshme duan ta shkatrojnë familjen, sepse familja nuk mund të kontrollohet plotësisht për këtyre sisteme që duhen të jenë të përsosur për sa i përket kontrollit. Ata dojnë kontrollin mbi gjithçka, por familja nuk mund të kontrollohet, sepse familja ka një qeverisje shumë interesante, shumë të ndërlikuar, por e qeverisje absolute të vetën është interesante se si familja e bashkuar nuk mund të manipulohet. Nuk mundesh me manipulu një fëmijë që gjithmonë konsultohet me prindin, sepse prindi ka një vigjilencë absolute në dashninë e tij për fëmin, edhe din t'i kuptojnë hilet e shumta. Nganjëherë jo, por në shumtën e rasteve. Nëse nuk i kupton njëri prindi, i kupton tjetri familjes, pra familja nuk mund manipulohet, pra ne e sulmojnë familjen. Edhe e treta, familja edukon. E ideologjitë e ndryshme nuk dojnë që të edukohesh. E them pa frikë këtë gjë. Familja edukon, edhe plaku që është 80 vjeç, 90 vjeç, 100 vjeç, thuaj sa dush, i edukon prap fëmijët e vet. Edhe në formën se si po mbyll jetën, i jep edukat, i jep shembullin për të mos fol pastaj për edukatën në fazat më të hershme të jetës. E edukata ndihmon njeriu. Edukata është shoqja më e mirë e jetës, sepse ndihmon njeriu që nëse rrezohet të ngritet prap, të dinë të kuptojnë shoqërinë, të dinë të përballojnë të keqen, të dinë të përballojnë edhe misterin e të keqes në botë, e paradokset e ndryshme. E shumë gjana, familja të ndihmon të edukohesh në vlera, të edukohesh sidomos në dhurimin e vetvetes. Por, të gjitha këto mund të mos na mjaftojnë. Janë bekim, thash, madh Zotit është familja, për të ndihmuar pastaj edhe formimin e energjetikës e gjitha, por Zoti është mbi gjitha, sepse e kuptojmë se në një farë piket mund të ketë çalime, jemi krijesa dhe kemi nevojë për krijuesin i cili është i vetmi që nuk gabon. Prandaj edhe familja ka nevojë që t'i hapet zbulesës hyjnore. Fjala zbulesa hyjnore është një, zbulesa është një, por burimet mund të jenë të ndryshme. Ndërto burimi i bukur, i mrekullueshëm është Bibla, por krejt kisha, liturgjia, e shumë gjëra tjera, pra kemi nevojë për këto gjëra. Bibla na ndihmon të krijojmë një vizion për lumturinë. Thamë, vizioni i lumturisë për Biblën, i Parrizit, që thamë i kopshtit, është dhurimi i vetvetes, puna e vërteta. Fjala lumturi, pastaj si fjalë, në Bibël gjendet disa herë. Në Besinë e Vjetër ka njerëz që janë ulë i kanë numëruar çfarë durimit të jashtëzakonshëm, njerëz për kushtuar vërtet. Në Besinë e Vjetër gjendet 45 herë fjala lumturi, lum njeriu e tjerë. Në Besinë e Re 44 herë. Ma e famshme ndër to është ajo pjesa e Ungjillit të Mateut, e të Lukës, pastaj Ungjilli paralel, ku Jezusi në një predikim të vetin në mal thot këto fjalë që unë kam dëshirë t'i lexoj. Thot edhe shumë tjera, pra e përmend 44 herë Besinë e Re. Vetëm në Ungjil është 28 herë e pranishme, por po përmendi atë që është si zemra, si thosh, rreth cilave sillen lumturit sipas vizionit të Krishtit. Lum s'kam nord në shpirtin e Krishtit, sepse tyre është mbretëria e qiejve. Lum ata që qajnë, sepse do të ngushëllohen. Lum ata që janë të butë, sepse do ta trashëgojnë tokën. Lum ata që kanë uri etje për drejtësi, sepse do të ngihen. Lum të mëshirshmit, sepse do të gjejnë mëshirë.
Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse do ta shohin hyjin. Lum pajtuesit, sepse do të quhen bijtë e hyjit. Lum ata që salvohen pse kryjnë çka hyji kërkon, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Të lumet ju kur t'ju shajnë, t'ju salvojnë dhe kur për shkaktimin ti thonë të gjitha zezat kundër jush, por në rren. Gëzohuni e galdoni, sepse i mall do të jetë shpërblimi juaj në qiell. Jo, po kështu i salvuan edhe profetët para jush. Edhe këtu do të meritojnë një emision të tanë për të ndalë mi secilën, por nuk kemi kohë. Desha vetëm që ti kujtojmë, ti dëgjojmë pak këto lumni që paraqesin vizionin e Krishtit. Është revolucionare sepse përmys edhe disa pika të Besëdhes vjetër ku i lum quhej për shembull ai që kishte pasuri shumë, ai që nuk kishte smundje, ai që kishte fëmijë shumë. Po për ata që nuk i kanë këto gjana, vetë profet fillonin të shihnin ndonjë problem dhe modifikojnë shumë gjana në predikimet e tyre. Krishti i vën vulën këtyre predikimeve të profetëve edhe të njerëzve të urtë në Izrael. E thotë, këto janë pikët kryesore të me të cilat ne mund ta bazojmë lumturinë tonë. Jo më kot studiuesit thonë se për të krishterët e shekujve të parë, këto kapitulli 5, i 6, i 7 i predikimit të Krishtit të mal janë më të cituar në të gjitha shkrimet e shekujve të parë nga shkrimtarët e krishterë, sepse ishte vizioni i Krishtit për lumturinë. Është mirë të konsultohemi me Ungjillin. Është mirë të konsultohemi me Krishtin, pra. Thoshte shetja Teresa e Lisieux, thoshte unë nuk jam e aftë për virtyte, virtyti im është Jezusi. Më pëlqen ta citoj shpesh këtë fjalë, sepse unë imitoj Krishtin e pastaj bëhem i aftë për virtyte. E sulmoj veset, ku veset më shtremërojnë vizionin e lumturisë. Virtytet, sipas asaj që mëson Krishti, ma orientojnë ka drejtimi i duhur. Prandaj janë shumë të dashura këto rreshta të Krishtit. Është një rresht në librin e Isaias që tani e kuptojmë shumë mirë. Tani që po flasim pra se lumturia, dashuria, e si pasojë lumturia, pra, sipas mendjes së Zotit, nuk është të kesh, të kërkosh në mënyrë egoiste, të shush lakmit tua, por të dhurosh vetveten. Tani e kuptojmë një rresht shumë të bukur, ku Zoti i thot popullit të Izraelit përmes Isaiasit, thotë lavdin time tjetër kujt nuk ja jap. Cila është lavdia e Zotit? Dhurimi i vetvetes, që do të ketë kulmin e vet në dhurimin e Krishtit në kryq. Lavdin time, thot Krishti, tjetër kujt nuk ja jap. Sikur na kishte lënë ne atë punën e drejtimit botës, së shëlmimit botës, ne nuk do ta kishim kaluar nëpërmjet kryqit, sepse kemi në kryq shpesh herë një kuptim krejt ndryshe për dashninë e për lumturinë, pra e kërkojmë në një formë egoiste. Zoti jo. Ne e gjejmë vetveten kur i përngjajmë Zotit që dhuron vetveten. Ne e gjejmë në mënyrë paradoksale vetveten kur duket se po e hupim vetveten. Në këtë kuptim nuk e hupim, sepse e ndjejmë se edhe ndërgjegja brenda nesh na ngushëllon, sepse thotë lumt, e bane, e folëm për zonin e ndërgjegjes. Por këto më shumë se sa zani i ndërgjegjes është zani i Shpirtit Shenjtë, që është mirë që ne të konsultohemi me Shpirtin Shenjtë, ta kërkojmë dritën e tij. Edhe ai do të na mësojnë se është bukur, se ekziston një botë që nganjëherë nuk flitet për to, një botë vlerash, folëm, një botë shpirtërore, njeriu që lutet nuk është e kalon kohën kot, por thedhohet në Zotin, kërkon ndihmën e tij, pa atë nuk mundemi, sakramentet, gjithë liturgjia, por konsultojmë fjalën e Zotit. Shpirti i Shenjtë të ndihmon pastaj të prollosh edhe orientime gati që i shpik vet personi. E kjo është konfirmimi, vërtetimi se historia e shëlbimit vazhdon, Shpirti i Zotit vazhdon të punojë deri në fundin e botës, sepse është punëtor i madhfort. E këtu dolëm edhe një herë të kapitulli 2 i Zanafis, që flet për Zotin si punëtor, kur krijon njeriu me durët e veta që i bën pis, edhe krijon kopshtin, mjell, pemën e këtej. Zoti është punëtor, sidomos sepse në kopshtin, në rthojza, e në kopshtin e ndërgjegjes tonë vazhdon të punojnë, të na shtyjnë ka kërkimi i vërtetë i lumturisë. Është mirë ti themi Shpirti i Shenjtë, më jep dritën këtu, më jep dritën atë, më ndihmo. E vërtetojmë pastaj atë që thoshte Tertuliani, një prej shkrimtarëve të famshëm të shekullit të dytë, pra shkrimtarëve të krishterë, thoshte i krishteri është trup, shpirt dhe shpirt shenjtë. Nuk jemi vetëm trup. Vetëm biologjikisht është e gabuar të kërkojmë lumturinë e njeriu. Disa përbigjen ta bajnë. Vetëm shpirt nuk jemi, patjetër, engjëjt janë vetëm shpirt, ne jemi trup edhe shpirt. Por vetëm ne, trup e shpirt, nuk arrim, duhet edhe forca e Shpirtit Shenjtë. Kemi nevojë të konsultohemi për të mos rënë gabimin që banën prindë para Adam e Eva, që e humbën lumturinë kur deshën të mos konsultohen më me Zotin. Dhe ne na hap atëherë drejt kërkimit të lumturisë. Prandaj thamë, falenderojmë Zotin që
Papa Francesco ka shkruar këtë rresht me lumturinë edhe e lidh me dhurimin e vetvetes, duke mësuar nga dhurimi i Krishtit në kryq, dhe aty ne do të mësojmë të kalitemi në ushtrimin e virtyteve të vërteta që na sjellin lumturinë e na përgatisin pastaj për të hyrë në lumturinë e mëshueshme të Trinit Shenjtë. E për këtë të marrin bekimin prej Zotit. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm. Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.